Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në Kuvend. Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që të kontrabandohet, për shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke e pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë. Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadoren e Mbretërisë së Hollandës në Shkup, Özlem Kanel. Në njoftimin e shpërndar për mediat thuaj se Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë më teshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva europiane, dobëson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së Ohrit dhe arritjeve që garantojnë barazinë, kohezionin ndërretnik dhe stabilitetin e vendit. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçovska, e vlerësoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 se një nga rastet e ralla që vjen meritet të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët i arkëtimit janë aksizat për shkak të masave të marra nga qeveria. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet europiane. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore e para e këtij lloji në Shqipëri. Ebit Sala sqaroi se instituti do të ketë 3 fusha kryesore veprimi, atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërtham për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë. Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë. Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare, Klevis Balliu, i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e Kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike. Arrestimi në Francë i Ermal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetimi vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës. Balliu ndalet tek ajo që e cilësoi si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muesh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Sipas tij, Belinda Balluku dhe Ronje Fet kanë vendosur nën kontroll një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.